Ky mentalitet që ne kemi po të shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon, nuk merret vota me zor. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme. Vërtet tashmë kjo situatë është përkeqardhje dhe ne po rrshosim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës Kosovës. Kanë kaluar 73 ditë prej përfundimit zgjedhjeve. Kanë kaluar 27 ditë prej kur janë certifikuar këto zgjedhje dhe që është dashur me marrë një mandat edhe për themelimin e qeverisë dhe ne ende nuk kemi institucione të themeluara, të buruara nga verdikti qytetarëve nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Unë e përsëris atë që e kem thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para 2 ditësh. Lëvizja së vetëvendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë munden me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk munden ta imponojnë për votuesit, për deputetët e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zor nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi po të shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon, sepse edhe në zgjedhje vetëm që ndoshta s'kan pas ofertë, po kanë pas kërkesë, ka qenë lëvizja e vendosje që kërkonte numër të votave. Edhe sot po vim po na i kërkojnë votat neve. Nuk merret vota me zor. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidaturë tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregulloria thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund me u taku prap nesër, kishim mund me u taku prap masdite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dhe ju e dini që tashmë një nga kolegët e mi opozitar, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të dënte lëvizja vetëvendosje me zhblloku situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po 2 kandidat nga grupi tyre parlamentar i marrin votat e mjaftueshme. Por po duket që qëllimi i tyre është me vazhdu bllokadën, për çka shpreh keqardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi i parë i takon pikërisht lëvizjes vetëvendosje. E para punës këtë takim është pa mandat, sepse po vazhdon një njëjta logjik e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit së seancës. Por pikërisht duke mundu me dhënë kontribut për dalje nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë aty. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentaliteti që po e them, të imponimit, të arbitraritetit, të idesë që na këndojmë me qesëm një s'keni qare pa votu. Po jo se në asnjëherë, krejtëve ju ja përgjigje, asnjëherë në historinë e këtij kuvendi nuk ka ndodhur që shumica parlamentare, në këtë rast nuk ekziston, po ati që ka taku propozimi për kryetarin e kuvendit, me kërku me imponim, me marrë votën e opozitës. Kur nuk e kanë votu, asnjë nga kandidatët e kaluar kur kanë qenë në opozit, pikërisht lëvizja vetëvendosje. Dhe ne nuk kemi dalë të më thonë s'keni çare, sepse obligimi i të parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kan shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, me çfarë logjike dojnë më ardhë mas nesër tash me na e thonë edhe një herë emrin e njëjtë. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i bllokadës. A jeni të gatshëm ju ta votoni Saranda Buguesi ose Shqipe Selimi? Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes për dhe dështimeve siç që ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Paj nuk më takon mu me adhon propozimin, sepse menoj që veç i kisha bo dëm. Jo e keni po, momentin që del të kështë e propozon për neve, thujmë që kjo është i pranushëm, këta pas taj frikojnë me linqojnë mrena, ose e shtinë me reagu, ose kërkojnë. Ne 21
22 e rregullorës së Kuvendit të Kosovës thotë që unanimisht me votu kryetarin e propozuar po që vjen nga mandatari i fitores po zgjedhjeve të nënshkutit. Pse s'po respektohet neni 22 por edhe kushtetuta? Në asnjë mënyrë nuk ka asnjë rregull kushtetues në Republikën e Kosovës që imponon votën e deputetëve. Mandati i deputetëve është i lirë. Mandati është i lirë për deputetët. Deputetët duhet votojnë, pra kundër të abstenojnë, po mandati është i lirë. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar këtë dhe kushdo që tenton me ja imponu vullnetin tjetrit, në këtë rast deputetëve zgjedhur, bën, si më thoni, largim prej frymës të kushtetutës. Faleminderit shumë, mirupafshim.